Nesër, këse 1-2 thonë Rusia do sulmoj Evropë. Në këtë 5 vjeçar, thonë do sulmoj. Dhe ne kemi folur bashkë ca emisionet të shkuara, pikërisht për këtë fakt, për sulmin, kur askush se përmendte dhe e quante shaka e madhe. Ju keni folur për këtë dhe keni thënë që po... Zelenski thash është tradhtari i popullit të tij. Nëse atë ta shohim në fund. Po. Por ju keni thënë që po mund të sulmoj dhe ti s'ke çfarë bën fare se NATO nuk është aty kur ty të vjen një raketë edhe të... Po ne s'kemi, se ne duhet të ruajmë, ne duhet të ruajmë neutralitetin. Se më befasemi, kam debatuar me disa shokë e miq të mi në Kosovë, morë zotërin. Ç'kini që barazoni Rusin me Serbin. Nesër Rusia, në qoftë se vetë do vej problemi në OKB për të njëjtën Kosovën, me këtë që bën juve, përdor në vetëm thotë s'jam dakord. Ç'fituat? Ruani me neutralitetin. Një ditë Ukraina, për stërvistin dhe ushtarët e Ukrainës, stërvistin e mburin e një stërvisti, kur Ukraina pati një kompani me ushtarë erdhi kundër UÇK-s në përkrah të Serbisë, i dha Maqedonisë 30 helikoptere luftare kundër ushtrisë shqiptare kombëtare, dhe thoni Ukraina, dhe i thash njerit, më rësi shpegohet që edhe Rusia, edhe Serbia, Rusia e shpalli armik në saj. Tani dhe ju dhe Serbia kini armik të përbashkët të Rusin. Ndërkohë, diçka tjetër po ndodh që është e rëndësishme. Gjermania ka ndryshuar drejtim, edhe në një farë mënyre po rikthen vëmendjen ndaj bunkerëve, po vë fonda për pastërimin e tyre. E ka në retorik politike, për të qëndruar në pushtet. Se ai kanë çelë atë. Mersi është gjyshi i tij që është një nga nazistët më të egër që ka pas kohën e Stalin, e kohën e Hitlerit. Dhe prandaj tani ai e mori pushtetin, nuk e mori pushtetin. Po pra, e kishte gjyshin, ai fitoi. Ai e drejton Gjermaninë dhe nuk po flet vetëm ai për luftë, po flet NATO. Të doli NATO thotë to 5 vjet do sulmohemi. NATO, jo NATO, Evropa, se Amerika jo. Prandaj jo qëllimi... NATO është Europa për Amerika deri tani. Jo, është Amerika, NATO është Amerika. Sepse, NATO-ja nuk grumullon nuk bën dot 50.000 ushtarë. Ti mbledhin tash ti dërgoj. Absolutisht. Kërkon ndihmën e Amerikës. Tani që mbledhin ministrat e mbrojtjes të gjithë vendeve, të 51 vendeve, që mbështesin Ukrainën, nuk vajti ministri i mbrojtjes i Amerikës. U tha, juve e bët, ju mbajnë. Prandaj Trumpi i tha atij Zelenskit, shiko se s'do ketë më ndaloj luftën se s'do ketë më Ukrainë. Në vitin 1999, në një ditë si kjo, 10 qershor, po kaq zet, besoj ditë nxehtë si sot ishte? Të kujtohet në një gjë, apo jo, vetëm entuziazmi dhe e nxenin ato armët? Isha në Kosovë dhe në Kosovë nuk ishte vend mesditar. Po, kështu që ishte drenit. Është vend tropikal. Kështu që ishte tjetër kohë. Po në një mot të ndryshëm, në një vend të ngjashëm, në vitin 2025, ndërkaq, jemi duke folur përsëri për luftën, për atë luftë që atë ditë ju thatë që mbaroi për gjithmonë. Mbaroi për gjithmonë, por duhet ta qëmë deri në fund. Cili është fundi? Bashkimi. Të thash dhe njëherë, Albrighti vuri pikë me vete, të bëtë 3 vjetë pas si të miratohet, pas miratimit kësaja. Marrëveshje, të bëtë referendum për të vendosur Kosova, dhe neve bëjmë tradhti kombëtare. Juve mësu vjen barë kur thomë fjalla tradhti, por derisa nuk zbatohet, dhe vjen presidenti Bushi, e thotë, unë sot njoh Kosovën, në më gjëbëri juve. Dhe në televizion vendit, pra, vurë çdo lloj emri, po unë emër shqiptarizmi nuk u vëda. Se të ka thënë, i më i madh i njerëzimit, bëj referendumit, do bashkohu. Ne s'duam bashkohemi. Pse? Se ne shqiptarët bëmë secili të pasha në fshatin e tij. Dhe ata që na kanë bashkuar, ata i urrejmë, ata shajmë më shumë. Ata që na kanë bashkuar. Pra ne të mirë se duam të ligu. Kjo është fatkeqësi kombëtare. Por koha na ka dhënë këtë detyrim të bashkohemi. Na ka dhënë jo koha, na ka dhënë thjesht të parë tanë. Dhe ne kanë përsëritur vazhdimisht. Pse budallëqen rilindasit që kërkuan që gjithë shqiptarët kishin fe me vete, mos vareshin as nga Greqia, as nga Italia, as nga Arabia, as nga Turqia.
Po tha të bëjmë gjithë Bektashin. Dhe vun ideolog Bektashin, me vun Naim Frashin, poetin më të madh të kohës, që ishte i njohur nga gjithë komi shqiptar. Pra për bashkim, neve tash njëri thot, si ta Vasko Pasha. Njëri jam turk, tjetri jam din. Pra e bën rilindja këtu. Edhe Vasko Pasha Mosaro, që ishte guvernator në Siri, dhe ishte antari i rilindjes. Pra e bashkohuni shqiptar. Edhe pse ishte guvernator. Rilindja është një detyrim që ne kemi për ta studiuar, për ta nderuar dhe për ta kuptuar më shumë. Pasi bëhet në një mënyrë simbolike, por nuk sipërfaqësore. Shumë sipërfaqësore dhe nuk arrin dot të shkojnë më thellësisht për të kuptuar çfarë thesari kemi ne, çfarë trashëgimie të jashtëzakonshme kemi ne dhe çfarë mund të mësojmë. Por e para që të mund ta mësojmë këtë gjë, duhet të vemi ta njohim dhe nuk e njeh dot kur e lexon në një libër shkollor. Ti e nje duke shkuar atje në Frashër, e që të shkosh në Frashër duhet një rrugë. Kemi detyrimin të nderojmë dhe kuptojmë dhe njohim rilindjen tonë duke i bërë rrugën Frashërit. Mbasi të bëhet rruga siç duhet, që të shkojnë të gjithë, atëherë të ringrihet muzeumi se e prishën. Është muzeumi, ishim tani dhe bëm një xhirim do t'ju tregojmë së shpejti, është muzeumi, po rruga për te muzeumi është e keqe dhe problemi është që s'ka njerëz, aty s'ka askënd që të tregojë dhe të flasë. Kështu që të gjitha këto janë të problematike, atje është një zonë e rrallë, është një gjë e jashtëzakonshme, atje është thesari i shqiptarisë. Ajo duhet kthyer në një zonë të vizitueshme, ajo duhet kthyer në zonën e pasurisë më të madhe shpirtërore shqiptare. Ne kemi nevojë për rilindasit. Ne duhet të kthejmë syt prej tyre, së pari duke bërë rrugën dhe pastaj duke shkuar atje. Neve kemi përveç asaj nëpërmjet kemi kongresin e përmetit, që është kongresi i dytë mbar kombëtar. Uftuan edhe Këshilli Nacional Shqiptar i Kosovës merrte pjesë në kuvendin e në mbledhjen e konferencën e 24 maj. Në mbledhjen dhe nuk erdhën. Mirë, po ajo shtëpi muze, sepse u rifitua pavarësia. Se na i që heqë pavarësia. Se ekziston akoma nëpërmjet shtëpia? Ka ekzistuar tani. Jo, tani them, nuk e di. Nuk kam qenë unë, nuk e kam parë këtë gjë atje. Kur të bie rasti kërkojeni. Jo, nëpërmjet shkoj shpesh, sa më pëlqen është qytet që e ka dalë të kthej turizmi. Më duket edhe muzeun e Naim Frashit ja kanë e mori kisha. Në Frashër ne ishim, ishte Robert Hakman dhe do të tregoj në qytet. Në qytet. Në qytet. E tmerrshme. Nuk mund ta vlerësosh dikë pa e njohur. Dhe ky është problemi ynë. Na shequr mundësia të njohim të parë tan. Na shequr mundësia dhe unë këtë them her pas here kur shikoj shkollat që shkollat e fëmijëve tan që bëhen bashkë me autobuza, shkojnë në Greqi, njohin historinë e Greqisë, njohin historinë e Malit të Zi, them po ne duhet njohim historinë e Shqipërisë, po ne duhet shkojmë Gjirokastër, po ne duhet shkojmë në Vlorë, po ne duhet shkojmë në Berat, po nuk mund ta duam Shqipërinë pa ja ditur historinë. Kjo është shumë e rëndësishme. E di që doni t'u thoni, po plazhet tona janë shumë më të bukura se sa. Mirë, po se u ndërpres, por mirë, po neve nuk kemi unifikim tekstesh në shkolla. Çdo shkollë zgjedh tekstet e saj. Një problem vete, dhe prandaj kemi ndritur. Po uroj unë e shoh gotën gjysmë plot. Uroj që duke e thënë diçka të përmirësohet. Nuk e them me syrin të kritikoj edhe të them çfarë tmerr që e bët. Po e them mbase dikush e dëgjon dhe derisa pranuam programin e Lubonjës, asaj Belun mbi se thonë Bolonës. Tash ka bërë Lubonjë. Programin e Bolonës, prishëm sistemin arsimor. E kishim të unifikuar. Gjithsesi ka zëra të gjitha tekstet, një tekst kjo historie, një tekst letërsie. Tash ka me 10 tekste historie. Dhe nuk e transferon dot fëmijën nga shkolla private në shkollë shtetërore, sepse ka tjetër programe. Për cilën Shqipëri po flasim, thonë ata pastaj. Unë ju falenderoj shumë që në ditë të veçanta si këto zgjidhni në mes të këtij zhegu të vini dhe të flisni. Faleminderit. Faleminderit juve që më kryer këtë mundësi. Kënaqësi. Shumë faleminderit. E u vajti mendja juve, jo mua. Faleminderit zoti Goxha, kënaqësi.